Më parë në zonën e Petreshit kanë banuar rreth 300 familje, teksa sot kanë mbetur rreth 100 të tilla, e në banesa mund të shohësh vetëm të moshuar. Ata shprehen se të jetosh vetëm është e vështirë, por fëmijët janë larguar për shkak të mungesës së punësimit dhe kushteve të vështira ekonomike. Fshati Petreshi i Bashkisë Elbasanit vitet e fundit është prekur nga shpopullimi masiv. Të vetmit të mbetur në fshat janë të moshuarit, të cilët shprehen se arsyeja kryesore e largimit të fëmijëve të tyre është mungesa e punësimit dhe se në zonë nuk ka të ardhme. Plejt kanë ngel. Shumë e vështirë, po ku ka punë? Ata kanë ikë me kohë. E në unë ne kam marrë rrugat dhe kam ikë. Po largohen se si ma dheni, shefti këtu s'ka si lloj fitimi hiç. Që të bësh? Po se majnon, se ma dheni, rinia do kushte. Ku janë kushte to? S'ka kushte to. Ku do jetojnë të rritë to? O e djegëm ka toni. Ka një kalemajt pa. Jene e s'kemi kalemajt. Banorët shprehen se nga 300 familje, tashmë kanë mbetur vetëm 100 të tilla, me vetëm të moshuar dhe për këta të fundit është mjaft e vështirë të jetojnë pa pasur fëmijët pranë. Tu kanë qenë 100 familje. Si shtëpia janë, po njerëzit kanë ikë të rritë. Mund të jenë një 10 familje që janë që s'kanë lëviz. Po shumë e vështirë, pa pas kalemajt. I me pleqnia do më ilaçe, do të gjitha gjanat. Kush do ja bjeri? Në zonë banorët e mbetur merren me kultivimin e duanit, por sërish pa fitim të mjaftueshëm për të jetuar. Arsyeja kryesore për të cilën ata shprehen se largimi ka qenë masiv, ka qenë mungesa e kushteve ndaj dhe ata banorë që kanë mbetur mendoj largimin. Kjo situata është e përsëritur në shumë zona e fshatra të qarkut të Elbasanit, të cilët nga dita në ditë po shkretohen, duke lënë pas vetëm dyert të mbyllura.